6 vite pas tërmedit të 26 nëntori 2019, programi i rindërtimit po i afrohet mbylljes në aspektin financiar, por në terren punimet vijojnë të mbeten të papërfunduara. Qeveria raportoi se ka shpenzuar rreth 131 miliard lek dhe se 90% e objekteve janë realizuar, por mira familje ende nuk kanë hyrë në banesat e tyre për shkak të zvarritjeve, procedurave të ndëlikuara dhe mungesës së transparencës. Financimi shtetëror pritet të mbyllet në vitin 2026 me vetëm 5 miliard lek të planifikuara për vitin e fundit. Sipas ekspertit Eduard Gjokutaj, ky afat duket më shumë një mbyllje formale se sa fundi real i punimeve, pasi shumë zona janë ende objekte në proces, projekte të bllokuara nga lejet dhe banesat individuale që tradicionalisht përfundojnë të fundit. Ai cilësoi rindërtimin si një proces që u lodh dhe koha u shndrua në pengesë kryesore. Në 3 vitet e para financimi ishte maksimal 32 deri në 35 miliard lek në vitin 2020-2021, ndërsa më pas randjeshëm duke zbritur në vetëm 9 miliard lek në vitin 2024 dhe 5 miliard lek në vitin 2025-2026. Por institucioni nuk jep një shifër të qartë për familjet ende të pastreja. Në terren problemet mbeten vonesa në banesat individuale, projekte të bllokuara, diferenca mes fondeve dhe punimeve me ritme të ndryshme mes bashkive. E sipas Agron Haxhimatit, në vitin 2026 është një objektiv ambicioz i rrezikuar nga mungesa e fondeve dhe rritja e kostave të ndërtimit. Dhe premtimi i kryeministrit Edi Rama se të gjithë të pastreja do të hynin në banesa brenda vitit 2020 rezulton i parealizuar. Financat po mbyllen, por rindërtimi në terren ende jo.